Gjyqtarët dhe prokurorët e ngelur në vetting vijojnë të shijojnë plaçkën që u kanë grabitur qytetarëve. Fal procesit të rivlerësimit, u larguan nga sistemi i drejtësisë afro 400 magjistrat. Më saktë, 268 u shkarkuan, 105 u dërhoqën gjatë procesit dhe 49 u larguan përpara nisjes së vettingut. Por edhe pse shumica ikën sepse nuk justifikonin pasuritë, pasi ka nga ata që kanë prona dhe pasuri me vlerë miliona euro, nuk pati asnjë masë ndëshkimore ndaj tyre. Kreu i SPAK Altin Dumani pak muaj më parë paralajmëroi se SPAK do të godasë ata që kanë ngelur në vetting. Jemi përpjekur që aktet në procesin administrativ t'i përdorim në procesin penal për të gjetur prova. Është një bazë mirë. Rezultatet e hetimit administrativ janë një bazë mirë për të gjetur prova. Ne kemi në kompetencë gjyqtar të GK, GL, prokurorinë e përgjithshme, antar të KLG dhe KLD. Kemi një numër të vogël subjektesh. E kemi cekur pak atje. Nuk kemi qenë të verbër në raport me vendimet e organeve të vettingut. Kemi regjistruar procedime penale për veprën penale të korrupsionit, shprehej Dumani. Por deri më sot, SPAK ka dërguar për gjykim vetëm 3 antar të gjykatës kushtetuese: Bashkim Dedjen, Fatos Lulon dhe Shkëlzen Selimin, që të treja kanë hedhur paq, pasi nuk kanë bërë asnjë ditë burg. Përveç kësaj, nuk ka pasur asnjë tjetër të dërguar në gjykat. Fjala vjen, te gjykata e lartë ka pasur gjyqtar me pasuri sheikësh, por të gjithë ja kanë hedhur paq. Elementi tjetër është se SPAK ka pasur 19 padi gjatë vitit që lan pas për njerëz që kanë ngelur në vetting, por SPAK ka shpalosur mos kompetencën. Këtë gjë e pranon vetë SPAK në raportin vjetor. Gjatë vitit 2024, pranë prokurorisë së posaçme janë referuar nga organet e rivlerësimit kalimtar 19 kallëzime për subjektet e rivlerësimit kalimtar. Pas verifikimit të këtyre kallëzimeve, është vendosur shpallja e mos kompetencës dhe dërgimi pranë prokurorive të rrethave të gjykatave të shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm. Këto kallëzime penale kanë qenë për ish prokuror dhe ish gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë dhe gjykatës së apelit, që nuk janë subjekte në kompetencën e prokurorisë së posaçme. Njëkohësisht, nga kallëzimet penale kishte dyshime për veprën penale refuzim për deklarim, mos deklarimin, fsheja ose deklarimi i rrem i pasurisë, interesave private të personave të zgjedhur dhe nënpunësve publik, ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim, të parashikuar nga neni 257A i Kodit Penal, vepër penale e cila nuk është në kompetencën lëndore të prokurorisë së posaçme, shprehet SPAK. Sot të gjithë ata që kanë ngelur në vetting janë avokat, mësues të shkollës së magjistraturës apo në universitetet private. Një pjesë pastrojnë paratë e korrupsionit, një pjesë shijojnë milionat.